Në apelin e gjykatës së posaçme është zhvilluar seanca për shqyrtimin e kërkesës së kryebashkiakut Erion Veliaj për ndryshimin e masës së sigurisë. Seancë e cila u shty për disa orë, pasi kryebashkiaku, ndaj të cilit rëndojnë 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, ka kërkuar të njihet me disa nga aktet e prokurorëve që janë çuar në seancën e apelit të GKK-s. Por çfarë janë këto akte që kërkon të njihet Veliaj? Në fakt, janë lobimet e adresuara nga Erion Veliaj, raportet e publikuara nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, ku jepet raporti i lobimit, pagesat, sulmet dhe akuzat ndaj prokurorëve, gjyqtarëve. Lobime, Erion Veliaj dhe vëllai i tij Arbër Veliaj kanë paguar $220.000, raportet dhe dokumentet e të cilave CNA i publikoi të plota. Megjithse kompania lobuese është kontraktuar nga Veliaj dhe paguar nga vëllai i tij, Veliaj kërkon që letrat zyrtare të nxjerra nga Departamenti i Drejtësisë t'i shoh a përputhen me ato që i kanë treguar atij më parë. Në fakt, ato janë të pamohueshme. Janë dokumente zyrtare të Departamentit të Drejtësisë, të cilat janë raportuar nga lobisti i tij. Pra, çdo deklarim i bërë aty është një dokument që mban firmat e Erion Veliajt, vëllait të tij Arbër Veliaj, për pagesat dhe gjithçka tjetër që ata kanë pranuar të bëjnë në kuadër të lobimit apo mbrojtjes ligjore, edhe për shkrimet e ndryshme të botuara në mediat e huaja apo shqiptare, të cilat ishin pjesë e një raporti me mashtrime të çuar në Senat dhe në Kongresin Amerikan.